Erdhëm prapë ne me një tjetër recetë. Kam kungujt. Kunguj me erza. Shtoj kripën. Kungujt i kam pre në rrethor, në disje, si të dëshironi ju. Shtoj disa erza. Erzat janë në dëshirën tuaj. I përzjej mirë. Që të kem Erza të ndryshme të ndryshme. Tipit do të shej pak fare vaj. Janë kryesorët për shihen, pastaj piper të kuq, kurkuma, rigon, energjik, një përzierje e erzave tona tradicionale, ndërkohë kam mbritur një telefonuese. E mirëpresim. Përshëndetje. Përshëndetje. Që nga telefonues, mirë se erdhët. Ju dëgjojmë. Juroj përgatimi që dani, po keni një diçka që është kryesorja. Ka pushin ajo zonja, ka pushin, ku e ka të plotët ajo zonja? Sepse, si që keni vënë re... Zotria i ka pushin... është kryesori. Dakor. Duhet ta kishe vënë. Shif, unë vërtet që duhet ta kisha vënë, më fal, po mos e merr pra më fal, ja kërkova falje, ndjes. Kërkova. Me të qeshur, me energji, me qetësi. Por këto dy nuk shkojnë. Ky telefonuesi Kapuçi dhe Albana nuk fare. Nuk shkojnë. Sepse, ja do ta them sepse, do ta mbush edhe mendjen ty bile, do ta mbush mendjen, po të jesh pak i paqt në këtë temë. Në çfarë ekranesh shikon zonja të veshura, jo në uniform, por pa kapuç. Pa ne jemi show, nuk kemi në restorant. Ose ja që unë kam qëlluar që të kem qefi qik flokët, të veshit, Gjithsesi Kapuçin herën tjetër, se nuk do përsëri të hapim telefonat, do dali prapë zotria Kapuçin. Se kur unë Kapuçin ti thua hiq Albana Kapuçi se s'u shkon. Unë ja kam hequr Kapuçin. Kjo ma ka hequr Kapuçin. Hajde tash ti. E përshëndesim se tani ky zotria gjithmonë telefonon për Kapuçin. Të përshëndesim, të dhurojmë shumë dashuri nga ekrani. Ai ka të drejtë, por harron një gjë, për tjetër është restoranti, tjetër është ekrani. Edhe mendon këtë që për shembull mund t'i bie fija e flokut, qimja e flokut, shumë të drejtë ke edhe këtu. Por mua, a më shikon kur gatuaj? Në shtëpi nuk e vendosim përsëri Kapuçin. Pra mua asnjëherë nuk më sheh me kokën këtu. Pra un kam këtë distancën që nuk ka shans që fija e flokut edhe të fluturoj. Snup. Presim të tjera telefonata për Kapuçin, për Parse. Ma prishe Terezin tash ti ma prishe. Tani do ta hiq mbrapsht këmbën që të këndova. Na tregoni eksperiencën tuaj. Shtoj. Në eksperiencë unë shtoj dhe mielin. Sepse edhe kjo është një eksperiencë ndër vitet që unë gatuaj. E rëndësishme, përveç se për te shakave, çdo gjë është e rëndësishme në mënyrën se si ne e gatuajmë një recetë. Se po flisnim pak gjatë shkëputjes me Albanën, ka shumë rëndësi përkushtimi edhe energjia që ti i jep gatimit, sepse ushqimi është informacion, ushqimi është shëndeti ynë, na ndikon te hormonet tona, na ndikon te gjendja jonë fizike, po ashtu edhe emocionale, është energji. Kur një person gatuar me zemërim, i trishtuar, ky informacion nuk kalon aq kollaj, do të thonë gjatë procesit të konsumimit të kësaj recete. Është energji. Çdo ushqim i përgatitur me energji të mirë, me përkushtim, me dashuri, kjo ndikon edhe tek personi që e konsumon. Pra, urojmë që personi që gatuan në familjet tuaja, por kudo në restoran, të ketë humor të mirë, të ketë energji të mirë. Po ndikon, sepse ushqimi është informacion. Një ushqim, një recetë e gatuar me dashuri, me përkushtim, e bën dhe tjetrin të ndihet mirë në një farë mënyre. Apo jo, Albana? Të karitur në namoj, si bolla në gjithmonë me plot bukuri. Ushqimin që gatuan ta përcjelli si informacion tek ata që e konsumojnë. Ja, përshëndetje, kemi një tjetër telefonat. Të dëgjojmë, kë kemi në linjë? Ngrim pak zërin, të lutem. Nuk po ju dëgjojmë, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kemi një zonjë, nga po telefononi? Përshëndetje nga Elbasani. Nga Elbasani. Mëngjes Elbasani. Si jeni kthyer ju sot? Si u ka nisur dita? Po ju si jeni? Jemi shumë mirë. Paktën kështu mendojmë se jemi. Nuk e di si dukemi tek ju, po jemi mirë. Ju falenderojmë për atë punë që bëni. Neve ju falenderojmë.
ju lutem, vini kapuqat në kokë, se u bine i fia aty dhe nuk hata e gjellë ma. Ti duhet t'jesh o bashkëshortja, o një familjar i zotris më para për punën e kapuqit. Për Albanën e kishit. Ne nuk kemi ndërmend zonjë ta vendosim kapuqin. Jo, me të keni ju, po deshët. Shumë faleminderit. Jo, bëm qefin, e doni kështu Albanën për ditë. Ngjyra. Ajo roza du të shkonte më shumë, kishte dhe një të bardhë. Shumë bukur. Kështu ri, po, shumë bukur. Mirë, mbaruam këtë recetë. Që më ishte bukur ishe. Dëgjoj, ku të çoj unë duart e ritës që mi bë flokët bukur, që mi rregullon. Pse më shëmtoni me zarë? Pse? Jam dhe një moshë... Na e keni zgjatë jetën, në shkujta duke qeshur. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, ju dëgjojmë, jemi drejt për së drejti, ju lutem marrisni pak zërin ose ju bërtisni pak më shumë. Nga fluksi telefonatave, përplasen me njëra tjetër dhe është e kuptueshme. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhë zonjë, me kë flasim? Si të nga Tirana. Mirë se erdhë, kënaqësi që dëgjohemi bashkë. Niki, jeve shumë e bukur, të shkojnë shumë kaçurelat. Faleminderit. I që me Albanë se ti ke humorin për që do kapuqen ti me... Ja, më zgjatë ditën sot. I që o goste ke humorin ti ben ato gjellët me humorin. E vura nuk më shkonte, tash po e heq, po të më shkonte do e mbaja, patjetër. Shko, unë them ta vendosim edhe titullin e rubrikës, të gatoj me Albanën me kapuç, ose pa kapuç. Pa, kapuçi Albanës, është vërtet kapuçi Albanës. Më thuaj pak, si e ke nisur ditën e dashur, çfarë gatuan sot? Edhe a ke vendosur kapuçin? Thjerza, sup. Thjerza me sallat me lakrë dhe me karota të brirë. Super, ju bëft mirë. Faleminderit. Nik, mund të më bëj një recetë Albana nga ato amaretat me ara të parat? Patjetër, të hënën i ke. Po, që na solen dërmën tani ato. I ka në fiksima, ato janë shumë të mira. I gjej këtu të kjo. U bë, mbaroj më abeti. Po të cilim atë recetën originale, thua. Ato sigurabia që janë me ara, apo amareta? Gjo, vetëm të lutem pasaro dhe një herë. Ato me ara që kanë qënë të, vetëm me arë, me shi e are dhe të para. Gurabie më the? Jo gurabi, janë amareta që veshin vetëm me arë. Në rregull, sepse nuk e dëgjova mirë dhe është... Jo. Më ka zënë veshët i që kapuçi në moment. U kry. Do t'i kesh të hënën. Të hënën do i kesh, dhe ke fjallën time. Me qënë se je në Tiranë, të hënën, pas emisionit të ftojmë këtu të reporti dhe t'i shijosh. E ke ftesën personale të na vish. Zonja amaretave, prezantohu dhe të presim. Dhe goj ëmbël tamam si amareta. Të presim që ato amareta do t'i kesh ti për t'i konsumuar me familjen tënde, kështu që e di, e gjen shumë kollaj ku jemi, reporti, mjafton të kërkosh në internet dhe ne të presim. A di ku është reporti? Ti themi dhe lokacionin, të lutem. Aty ku ndrin dielli më shumë, ashtu është reporti. Shifeni pak. Lokacionin se ndrojmë. Kështu kërkoni, aty ku ndrin dielli më shumë. Mirë, kungulleshka do t'i skuqim, do kalojmë publicitet tani vrap, se kemi një tjetër recetë për të gatuar, pas publicitetit do vendosim pak ujin për pastën ton Ola, një shije speciale që do të na vi pas pak, për t'i zier, sepse na duhet minutazhi që ato të zihen. Vetëm një pjatë për vete është këtu. Vetëm një do bësh, një gatim. Po, që e bërë kështu nga kapuçi. Rikthemi pas publicitetit. Kalojmë tek receta tjetër, i kemi pjekur dhe skuqur. E kemi sjellë në dy variante, të qëndrojnë të buta, shifeni. Vjen një aromë shumë e mirë. Kunguj të skuqur krokant. Edhe kjo një recetë shoqëruese e këndshme me erza, 2-3 kunguj të njom, të cilët i prisni në disqe, në rrath, i kriposni, i shtoni dhe pak miell për përthithjen e lëngjeve, vaj për skuqje dhe ujë shumë i ftohtë.
Ishtu amujnë e këtyre? Po, pa tjetër. Dhe erza nga më të ndryshmet për t'i dhënë një shije, por edhe për t'ja theksuar atë trajtën krokante që kungujt do të marrin nga skuqja.